për Shqipërinë e Madhe. Ka teza nga më të ndryshmet. Në fakt, ç'është Shqipëria e Madhe? Ç'janë këta zëra? Unë ditë kundërtën, që në Shqipëri të spaku deri para pak kohë, nuk është folur kur për Shqipërinë e Madhe. Shqipëri është folur për para, ka që një term, Shqipëri etnike. Një Shqipëri e Madhe në gjuhën shqipe është më tepër përdoret shpërkthim nga gjuhët e tjetra. Nuk është një shprehje e dalë nga një realitet shqiptar. Nuk është përdorur shprehja Shqipëri etnike. Shqipëria e Madhe si term, ose Serbia e Madhe, ose Bullgaria e Madhe, ose Rusia e Madhe, janë terma kompromituese në botë. Nuk është bëhet fjalë vërtet për madhësi këtu, sesa bëhet fjalë për një koncept agresiviteti kundër të tjerëve. Zakonisht quhet e madhe ose i madh, një teori ose një doktrinë që kërkon të glabroj copat të huaj ose nga vendet e tjera. Mendoj se ne nuk duhet të pranojmë këtë term, ta përdorim, sepse në kushtet e sotme, ky nuk është vetëm një provokacion. E quaj provokacion sepse realisht, a kërkon Shqipëria sot të bashkojë me veten e saj pjesë të territoreve që kanë mbetur jashtë kufive? Unë mendoj se realisht tani për tani nuk kërkon. Dhe as ajo s'kërkon, as ato pjesë të mbetura jashtë Shqipërisë nuk e kërkojnë. Are kur një gjë nuk kërkohet këto vite të afërta, përse duhet ngrihet si problem? Prandaj unë këtë quaj gjithmonë një provokim që vjen nga rrethet të jashtme, jashtë shqiptare, me qëllime disa herë naive, sensacionale ose të këqija. Ose, në të s'mu themi qëllime naive, po me shtys naive, me një shkak naiv, ose për sensacion, ose me qëllim të keq. Prandaj, unë kam përdorur gjithmonë të them Shqipëria natyrale. Dhe duke theksuar këtë që nuk janë kushtet, nuk e kërkon kusht këtë gjë tani për tani, është një provokim, po ashtu quaj provokim, të thuhet shqiptarëve e kundërta. Të thuhet që shikoni, ju kur s'keni për ta patur Shqipërinë e Madhe. Domethënë me fjalë të tjera, ju kur s'keni për të jetuar bashkë. Kjo është një provokim imoral, me qëllim të keq, sepse asnjë populli s'mund të thuash kur, që në të ardhmen ti s'ke të drejtë të jetosh bashkë. Kjo mund të thuhet vetëm një populli që ka bërë krime të lemerishme përpara njerëzimit dhe ai duhet paguajë për një kohë të gjatë. Shqiptarët s'kanë bërë një krim, s'kanë shpaguajë, përkundrazi kanë pësuar krime nga të tjerët. Prandaj, ta shtrosh këtë problem në këtë mënyrë është vërtet e shëmtuar nga ana morale. Nuk duhet pranuar të hyjet në këtë bisedë. Përgjigjja që unë jap zakonisht është që nuk shtrohet tani për tani, por nga ana tjetër edhe shtrimi i të kundërt të saj është provokative. Këtë gjë do ta zgjidhë koha në të ardhmen kur shumë gjëra do të rregullohen në këtë botë, kur them në të ardhmen pas 4-5 vjetësh, është normale, është natyrale që edhe shqiptarët në kushtet e një demokratizimi të Evropës dhe të Ballkanit, normalisht në mënyrë natyrale do të, nëse duan, natyrisht ata do të duan, do të jetojnë, do të jenë të afruar, do të jetojnë bashkë me njëri tjetrin. Do të jetojnë bashkë me njëri tjetrin siç jeton sot shumica e Evropës, të cilët kufit janë bërë vetëm sa shtylla dhe shigjeta që tregojnë sa kilometra je larg nga ky shtet ose sa je afër nga ky kryeqytet. Kështu do të vi puna dhe prandaj s'ka pse të ngrëm një problem që nuk ekziston, një problem që as e kemi ndërmend ta zgjidhim, as do ta kërkojmë tani për tani. Duhet refuzuar